Në llogarinë që bëjmë tani, 50% të plazheve i kemi publike, në shumë nga bashkitë, unë për shembull në bashkinë Shkodër shkon edhe mbi 60%, sepse edhe në ato raste 83% shkon bosh në Lezhë, nga Talja deri këtu. Nga Talja deri në Shëngjin 83%. Këtu është zona më e ngarkuar se me hoteleri. Këtu është Sigurisht. përqendrimi i hotelerisë dhe ka më shumë ngarkesë. Po dalsh nga kjo zonë në Ranë të Hedhur dhe sipër që kalon Kunën është pothuajse bosh komplet. Pra hapësirat lira për pothuajse pushuesit. bosh, bosh. Hapësirat lira për pushuesit ka plot dhe nga vit në vit ne përmirësojmë dhe shërbimin publik që është qoftë nga bashkia qoftë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, me të cilën kemi dyfishuar forcat për të bërë pastrimin e vijës së plazheve në të gjithë Bregdetin, me përjashtim të bashkisë Lezhë, e cila ka thënë unë ja dal vet, ta pastroj dhe ta mbaj pastër 24 orë. Si gjithmonë. Besoj duket, s'ka nevojë. Duhet ta themi këtë, Bashkia Lezhë është e vetmja që nuk ka kërkuar mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të mbajtur